Veshjet tradicionale të dropullit dhe të pogonit kanë qenë dhe janë objekt diskutimi nga shumë specialistë studiues të folklorit. Votimi i fundit për këtë çështje ka qenë studimi i skenografit të njohur Stavriçati, i cili ka dhënë detaje dhe fakte historike në lidhje me këto veshje. Kurse specialistët e folklorit, zoti Mjalki Çaqi nga dropulli dhe zoti Kristo Çeliki nga pogoni, japin versionet e tyre në lidhje me veshjet karakteristike të këtyre dy zonave. Sugjeroj një gjë që të mbajmë veshin sa me të mirëfujt, sa me të origjinale. Mos ta teprojmë, sidomos në disa qendizmat e tepërta. Unë këtu edhe do ta cilësoj edhe sot që ka një të përsi në këto qendizma, sidomos në dropulli poshtë për shembull, ka pak me të jashtë masës, domethënë qendizma, mbase ato nuk janë me efekt, domethënë për veshjen dropullit. Mirë është që të gjejmë origjinën historikun dhe të mbështetemi shumë tek traditat e veshjes tonë. Veshja tradicionale e pogonit ka qenë veshje e bardhë, të cilën e mban akoma sopiku, në të cilën unë do të përqendrohem në ato pak fjalë që të them. Pjesët të tjera, fshatrat të tjera të pogonit kanë huazuar nga rrobat e lungjit, të cilat janë shumë të bukura, por kanë ngjashmëri, kanë dhe shumë ndryshime. Madje, zoti Mjalki Çaqi në një aktivitet të zhvilluar kohët e fundit për veshjet karakteristike në minoritetin etnik grek, propozoi që veshja e nusës dropullit të kalojë në mbrojtjen e UNESCO-s.